nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, Zoti i Madhërisëm e ka pasuruar jetën e besimtarit me udhëzim, rregulla e adhurime nga më të ndryshmet. E njeri i mirë, besimtari i devotshëm dhe i vetëdijshëm, është ai i cili me vendosshmëri dhe me bindje të thellë në Zotin e Madhërisëm i kryen obligimet të cilat ja ka caktuar Zoti i Madhërisëm. Besimi në Zot, bindja në te, nuk mjafton për të afruar te Zoti i Madhërisëm, por duhet një sinqeritet dhe vendosshmëri për ta ndjekur rrugën e Zotit dhe për të afruar te Zoti i Madhërisëm. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, si ta presim muajin e Ramazanit, për shkak të rrethanave të kohës dhe të shëndetit, po e përmendi vetëm një shkak të shkurtër në mënyrë që të plotësohet hutbja me lejen e Allahut azza wa jall. Vëllezër të ndershëm, kur themi si ta presim muajin Ramazan, ndoshta dikujt shkon mendja se duhet të sakrifikohet një pjesë e madhe e pasurisë për të bërë përgatitje që ta joshim barkun ose syrin, e gjë që nuk i kemi të fjalën këtu, por Ramazanin ta presim nga këndvështrimi shpirtëror, të përgatitemi nga aspekti psiqik, nga aspekti shpirtëror dhe pastaj pse jo dhe aspektin material. Vëllezër, në Islam kërkohet vendosshmëri. Askush në këtë dunjë nuk ka mja pa hajrin kësaj feje nëse nuk ka vendosshmëri. Nëse urdhën e Zotit të Madhërisëm nuk e pranon me bindje dhe nuk e respekton, nuk e zbaton me vendosshmëri, nuk mundesh me arrit qëllimet e jetës. Dhe ku e kemi fjalën këtu, pja tham vetëm një shkak. Lexojmë shpeshherë dhe diskutojmë shpeshherë qysh erdh puna që Ademi a.s. me dobu Zoti i Madhërisëm prej xhenetit. Qysh e pruni punën njeriu me jetu në xhenet, e më ardh momenti dhe Allahu me përzan prej xhenetit dhe me prunë tokë. Është një temë shumë e gjanë, interesante, e çuditshme, por nëse lexojmë Kur'anin e Kerimin, kena me gjetë një arsye pse Zoti i Madhërisëm është hidhru dhe e ka prunë njerën në tokë, e ka ikë për xhenetit. Sepse cila ka qenë shkaki? Shkaku ka qenë harresa dhe mos vendosshmëria në zbatimin e ligjit Allahut azza wa jall, ka qenë shkaki kryesor që Ademi ka në tokë. Këtë shkak e ka përmend Allahu në Kur'an. S'na kalon neve hiç me diskutu për këtë temë. Dhe Allahu tha në Kur'an: "Wa laqad ahidna ila Adama min qabl", tha na e morëm një premtim për Ademit. Fenesiye, e ai harroi premtimin. "Wa lam najid lahu azma", dhe e pam që ai s'është i vendost. Pra vëllezër të dashur, nëse s'ki vendosshmëri në rrugën e Zotit të Madhërisëm, kanë më të rshit kam në rrugë tjetër dhe kanë më të përplas këtë botën e përjetshme. Për këtë arsye, përveç besimit në Zot, duhet me pas njeriu vendosshmëri, që ati Zotit që i ke besu, duhet me kanë begi komguls në rrugën e tij dhe begi insistues në zbatimin e ligjeve të tij dhe në praktikimin e adhurimeve që ka caktuar Zoti i Madhërisëm. Por ndryshe po spate vendosshmëri, atëherë asnjë ligj i Zotit të Madhërisëm nuk zbatohet në mënyrë më të mirë të mundshme dhe nuk të jep efekte në jetën e kësaj bote. Dhe po jap një shembull thjesht vëllezër. Keni pa njerëz të cilët kanë frikë për agjërimit, për Ramazanit. Dhe kur i pyet pse sa xheron, çuditësh çfarë arsyetimi banal japin. A di çka thojnë? Një prej më të çuditshme që kam dëgjuar, thotë sunri pa kafe. Merë me men çfarë burri e çfarë besimtari e çfarë njeri vetëdijshëm është ky i cili ja rrëzon
raportin me Zotin, një kafe kësaj bote. Ka që është Zoti për te. Ka që kjo ka avësi me kuptu se që ka ligje Zotit Madhrishum. Ka që ka vendos shmëri përballë ligjeve të Zotit e Madhrishum. Dhe do të suna gjëroj sepse së pa kafe. Po e thamë tash e kam një me veshtmi. E mos flasmi për shumë të tjerë të cilët i kanë rëshit kam të vendosshmërisë në akujt të devijimit dhe thojnë unë e suna gjëroj sepse nuk lënë me duhani. Pra imagjinoje lartë madhrinë Allahu Gjelle Vala, fuqinë e Zotit të Madhrishum, të mirat e Zotit të Madhrishum, ftesën e ti për që ti me agjeru dhe ti e rëzon komplet këtë madhështi me një argument banal se ti s'unë lënë duhani. Allahu në tha pse e kam zbit Ademin në tokë, e kam hekë për gjennetit, tha s'kam gjetë vendosshmëri. Dhe Allahu tha o Adem, e qysh për një mollë të gjennetit, po e upë gjennetin, dhe Ademi zbrit në tokë. E qysh më vllai dashur, për një kafe se i bote, po largohesh për rrugës Allahut. Për një cigare se i bote, po dështon për ballëthirës Allahut. Po kej dunjon me ta qitë me njanë, krejt me njanë. Edhe Allahun në anën tjetër, o sytë mshelë dhëtë me gjetë rrugën e Zotit Madhrishum. Sytë mshelë me shukë Allahu Gjelle Vala. Cili do urdhër për Zotit Madhrishum, me ba me dalë me një peshore, dhe këtë bota me në anën tjetër. Bes muslimani e zgjedh urdhën e Allahu Gjelle Vala dhe jo dunjanë. E leje ma me gjetë diçka të vogël për kësaj bote që ta rëzon në raportin me Zotin e Madhrishum. Qysh është e mundshme? A ka qka iman zemra jote dhe jeme? A ka qki bindje në Allahun Azza wa Jalla? A ka qki bindje dhe ki shpres në botën e përjeshme që ta ndërpret shpresën e gjysmë diçka e thjesht i kësaj bote? E Allahun në thonë Kur'an, kush t'ju mashtron jetë kësaj bote? Kush po të rjek për rrugës Allahut Azza wa Jall, edhe kush pas ka vlerë më shumë se kriju si vetë mjetën se bote. Pra vëllezërit e dashur, për t'i arrit qëllimet e se bote dhe për t'i qëndru besnik Allahut Azza wa Jall, do të me pas vendosshmëri besimtari. E dini vëllezër që njerëzit kanë agjeru tani jetën në burgjet famkeqe të botës. Tani jetën kanë agjeru në rrethana më të vështira të mundshme, sepse urdhni është shumë i madh. Në këtë dunja për kërkan selam ushqimin, për kërkan, le të na thot kush don këtë dunja. Leje ushqimin ditën selami. Ama në ka thonë dikush tjetër Ramazan me agjeru. Aja është Allahu Gjelle Vala, për cilin jetojmë jetën se bote. Dhe mos lejo që shejtani më ta gjetë një vegës që të popën këtë dunja dhe më thejë për rrugës Allahut Azza wa Jall. Se kur del në botën e përjeshme, edhe del shejtani në urë siratit, kërënohet dhe to Zot, ti ka mashtru njerëzit për një cigare. E a istu ka përgjisht ty në Ramazan. Ta ka mashtru njerin me një ves, që quhet kafe, e a i s'ka gjeru për ta. Ja, kjo është njeriu që lypë të xhennet. Kjo është njeriu që lyp rrugën e gjatë të jetës. E mashtrojnë faktin e vogla se bote. Vëllezër, me gjithë shka mund me lunë këtë dunja, ama me Allahun s'un lunë, se dështon keq. Gjithë shka në këtë dunja mund e murzu dhe muqu, ama i cilë është rëzu në rrugën e Allahut dhe ka deviju prej saj, i s'qohet ma dhe s'kthjellet ma. Prandaj kujdes. Për çdo urdhë të Allahut Azza wa Jall do të më qenë të vendos, sepse mos vendosshmëria e Ademit në xhennet e humbi xhennetin dhe bërë me tokë. E Allah i tha Ademit, tregoi tha atyre që vinë pas teje, se nëse dojnë marrë në xhennet, do të me pas vendosshmëri në ligjin e Allahut Azza wa Jall. Me kanë burra në praktikimin e Zotit Madhrishum, në praktikimin e fesë e Zotit Madhrishum. Dhe jo më ndërhyj dunjaja dhe më na josh dunjaja dhe më na hek për rrugës Allahut Gjelle Vala. Tu pe përfundoj për shkak të pamundësisë për me fol,
duke lutë Zotin e Madhërisëm që na mundson ta presim në këtë muaj të bekuar dhe të na jep kuraj u fuqi, vendosmëri deri në ditën ku të prej kama jo në xhenet, të jemi të sigurt në rrugën e Allahut xhalla wala, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.